e para njëherë të gjua, kemi ne dokumente të shkruara me atë që keni ju ndjeni, pavarësisht se ju jeni studiosi i gjuhës? Shiko, unë di që ka të është në përgur apo gjëra të tilla, ka element të shkruar, por që mund të jenë shkruar me alfabet latin ose grek, po që janë shqip. Domethënë siç një moment caktuar para 100 vjetësh, 100 ca vjetësh, disa njerëz, disa patriot u mblodhën, vendosën një fjalor dhe filluan ta shkruan në gjuhën shqipe në latinisht. Në gjuhën që ne flasim sot, në alfabetin që flasim sot. E njëjta gjë dikur për shkak sepse ilirët jetonin se mund t'u jap edhe një kontekst të kësaj punës së shkrimit të ilirëve, përdorin alfabetin latin ose helen për të shkruar fjalët ilirisht që ata kishin. Ka segmente janë të vogla dhe për këtë arsye nuk ka diskutim lidhur me gjuhën. Që t'ju japim prapë një kontekst edhe qytetarëve të gjuhësve. Nga njëherë zhvillimet shoqërore nuk ndodhin sepse një grupim është më superior ose më i zgjuar gjenetikisht se një tjetër apo diçka e tillë. Janë dhe rastësore. Kur hynin europianët në Ballkan, këto degëzimet e ndryshme, degëzimi që zbriti poshtë në atë që më vonë ishin Helenët, u bën Helenët dhe Greqia e sotme, ishin më afër kontaktit me popujt e lindjes mesme dhe civilizimet e para të njerëzimit kanë lindur në lindjen e mesme. Sepse aty lindi bujësia të mundson që ti të mbledhësh rezerva ushqimore, domethënë ti nuk ke nevojë të përdit mendosh se çfarë do ha, ku do marr ushqimin. Duke pas rezerva ushqimore, ti ke mundësi të krijosh një strukturë sociale, hierarki, ti ke mundësi të punësosh ca njerëz që të merren vetëm me ushtrinë, disa të merren vetëm me studimin, disa të merren vetëm me ndërtimin, dhe në këtë mënyrë ti krijon sofistikim. Kështu që civilizimet më të vjetra janë lindjen e mesme. Dhe arsyeja që grekët patën mundësi, dhe këtë nuk e them as për t'i nënvlerësuar, as për t'i ngritur, por po flasim realitetet, patën, si thua, shpërthyen nga ana kulturore, ekonomike e tjera dhe krijuan artin dhe veprat që krijuan, ishin më afër të parët në kontakt me lindjen e mesme. Dhe përvetësuan të parët më shumë influencë nga lindja e mesme. Dhe aty kishte një hibridizim kulturor midis indo-europianëve që erdhë dhe civilizimeve të lindjes mesme. Indo-europianët kishin eposin ushtarak, sistemin patriarkal e tjera, lindja e mesme kishte më shumë sofistikim teknologjik dhe kur i kombinon të dyja bashkë, krijon dinamikë sociale që bëri atë që... Ku qëndron tek qytetërimi? Më fal, duke pasur këtë avantazh paraprak, që ndodhi për arsye të rastësisë gjeografike, popujt e tjerë filluan të kopjonin. Çfarë ndodh sot? Krijon Amerika një model, ne e kopjojmë. Po. Dakor? Është krijon Franca një model e kopjon. E njëjta gjë ka ndodhur para 2000-3000 vjetëve, nuk është një shkencë e madhe. Qytetërimi i lirë. Po. Në raport me qytetërimin helen dhe romak, ku qëndronte sepse ne kemi qenë në zemër të një lloj qytetërimi të jashtëzakonshëm. Po problemi qëndron që ilirët e jugut u influencuan nga helenët. Ilirët e Veriut? Ilirët e Veriut u influencuan më pak, por dhe pastaj ka dhe arkeologji nga ilirët e Veriut, po duhet vinë ata që janë ekspert fushës të flasin për to. Me ç'a ndodh? Me zhvillimin romak, edhe nëse do kishte pasur një bërthame ilire që më vonë mund kishte filluar të krijonte diçka me identitet më të qartë, flas në aspektin e qyteteve, ndërtimeve etj. Me pushtimin romak erdhi influenca romake, kështu që nuk e la që me kalimin e kohës gradualisht ti të shkëputesh nga kjo influenca paraprake helene, që more, për shembull, qytetet e Bylysit, ka influencë greke, nga mënyra se duke ato çfarë do bëjnë? Në kolon. Jo, Bylysi nuk ka qenë kolon. Por çfarë do bësh? Ti do kopjosh, dikush tjetër ka ndërtuar një qytet. Ti si e ndërton shtëpinë? Ndërton nga fillimi apo shikon komshiun, apo shikon ku ke qenë emigrant? Shikon si ndërtoi atje, vjen dhe ndërton diçka. Mund të integrosh dhe element që ke të tua tradicional. Po njerëz të ndryshëm bën një integrim me përmasa me përqindje. Në qytetërimi i lirë, ju jeni duke thënë që kishte ndikime nga helenët dhe pastaj edhe nga romakët, por nuk kishte të njëjtin nivel. Po normal, për është e pamundur të mos influencohesh nga komshinët. Ne a influencohemi sot, po të shkosh nëpër lagjet shqiptare, nëpër fshatra, a janë gjithë shtëpitë një lloj? Janë si kanë qenë para 30 vjetësh apo kemi mësuar nga kur kemi qenë emigrant? Kemi marrë diçka. Njerëzit kopjojnë. Njerëzit kur ndërtojnë diçka, ndërtojnë edhe për status. Nëse ai grupi atje është më prestigjos sepse ka civilizim më të mirë, ka ndërtuar diçka më madhështore, më tërheqëse, ti do ta kopjosh. Kemi, ju lutem regjia më poshtë, kemi disa të tjera. Tani, ju përmendët edhe për në Çamëri, po në te shqiptar, te arbëreshët në Itali keni bërë?
Kanë bërë italianët studimet e arbreshët, dallohet që janë nga popullata me origjinë shqiptare, por edhe arbreshët kanë ndryshime, për shembull arbreshët e Sicilisë janë çik ndryshe nga arbreshët e Kalabrisë. Çfarë do thotë? Të Sicilisë janë arbreshë që kanë shkuar nga Greqia Arvanitas në Sicili dhe para se të shkonin atje kanë pas dhe përzierje me grek. Kurse arbreshët e Kalabrisë janë të vajtur direkt nga Shqipëria. Kështu që janë më të afërt me popullatën gjenetikisht me popullatën shqiptare. Domethënë gjenetika kur bën teste me cilësi të lartë të ndihmon të kuptosh detaje të cilët pastaj të ndihmojnë të kuptosh konkretisht çfarë ka ndodhur historikisht. Domethënë jo të gjithë gjërat janë 100% një lloj, ka gjithmonë nuanca dhe testet cilësore të ADN-s të japin mundësi të kuptosh nuancat. Tani historiani dhe arkeologu William Ridgway shkruan: Orvatit e filo-helenëve për të interpretuar mas gjuhës greke emrat e heronjve legjendar të kohës së Iliadës dhe Odisesë, si Akili, Laerti, kanë dështuar, thot. Akejt e Homerit ishin për një racë nordike flokverdh e Sumavi që kishin invaduar Greqinë duke ardhur nga Adriatiku në kohra parahistorike dhe ishin bërë sundimtar të popullsisë vendase. A janë ata heronj tanj që na i ka vjedhur? Akejt janë popullata proto-helene ose Mikenasit. Mikenasit janë indo-europian. Tani siç thash, indo-europianët janë përshkrimi është pjesërisht i saktë për mendimin tim. Indo-europianët kishin, ju thash, sistem luftarak, sistem patriarkal, dhe kur kanë shkuar edhe në popullatën në territorin që sot Greqia, një grupim i vogël indo-europian ka dominuar popullatën që ka gjetur dhe ka ndërtuar këtë sistemin me pallate mbretërore të centralizuar. Kështu që unë do thoja që ato akent janë patjetër indo-europian si origjinë, po a janë ilirë apo jo, pastaj këto janë diskutime ose proto-ilirë, këto janë diskutime. Ne nuk kemi pse të kemi nemi vetja jonë, kemi identitetin tonë, kemi prejardhjen tonë, nuk kemi patjetër nevojë të ngjecemi te grekët. Grekët kanë të tyren, të mirë të keqe. Na kanë marrë historinë atë? Atëherë, unë do thosha kështu, nga ana gjuhësore dhe kulturore, Greqia është shumë e madhe. Nga ana gjenetike, Greqia është shumë e vogël. Është shumë e vogël, ë? Domethënë, gjenetika tregon që mbas një momenti të caktuar, kuptohet edhe grekët kanë atë bërthamën e tyre, gravitetin gjeografik. Por ekspansioni grek i antikitetit, së të është vonë para romak, ka qenë kryesisht ekspansion kulturor dhe gjuhësor, nuk ka qenë lëvizje demografike. Edhe me çfarë di unë, edhe nga ato që janë bërë studime të varreve në Apolloni, Apollonia mund të jetë koloni e krijuar nga grekët. Por praktikisht shumica e popullatës në Apolloni nuk ka qenë greke, ka qenë popullat lokale që ka shkuar në një qytet dhe është bërë shumicë masive. Kështu që përpjekja e grekëve për të justifikuar kufit territorial të sotshëm në bazë të gjuhës dhe të kulturës, bien ndesh me rezultatet gjenetike, sepse nga ana gjenetike, në çamëri për shembull, ose në epir, linjat numër 1, edhe në ata që mbahen për grek, edhe ata që janë shqiptarë, flas kur ata mbahen për grek në Matan Kufirit, janë shqiptarë, linjat shqiptare. Linjat numër 2 janë linjat slave. Dhe linjat numër 3 janë linjat e vjetra të Epirit që nga testet e drejtanishme nuk lidhen as me grekët, as me shqiptarët. Po këtë duhet të shpjegojmë që ata s'lidhen me grekët. Po nuk lidhen as me shqiptarët, domethënë sepse ne duam këtu lidhen me shqiptarët. Po se ne duam që çdo gjë ta bëjmë bardhëzi. Dhe siç tham çfarë, grekët, ilirët, dakët, trakët. Po ka pas dhe zonat ndërmjetme. Ka pas dhe xhepat popullatave të tjera. Jo, tani te Epirit se hape një temë shumë delikate. Nëse Epirin e marrim gjithë jugun, pjesa veri me kë territor? Po me javë ta prandaj po ta shpjegoj. Po nuk ka rëndësi shkumbini, po flas më shumë ndarja lindje perëndim se sa veri jug. Nëse do e marrim Epirin, do përfshim Epiri, përfshin dhe Korçën. Po. Atëherë qartazi Epiri që quhet, si thua, lindor, ka linja ilire. Dakor? Për këtë jam shumë i sigurt se arrita të ekstrapoloj nga popullata e sotme. Po, thot Berat, s'ka parë Korçë. Korçë, po pra nëse Korça futet në Epir, atëherë aty linjat e Korçës janë linja ilire. Tu jemi në rregull. Nuk jemi në rregull. Ajo ku është për të diskutim është pjesa perëndimore e Epirit. Si thua, nga Gjirokastra përmet Kufiri përmet Gjirokastër deri në Bregdet. Ktu ka shumë pak linja të vjetra epiriote, shumë pak. Këto linja janë sot edhe në popullatën që identifikohet si shqiptar, edhe në popullatën që identifikohet si grek. Po. Problemi që ndron që këto linja nuk janë indo-europiane. Janë linja që mund të jenë nga periudha neolitit ose periudhë indo-europiane, po jo indo-europiane, po të ardhur nga jugu Kaukazit. Duke që mos qenë linja indo-europiane,
nuk i vendos dot një emër ilir ose proto-ilir ose proto-helen, sepse është një popullat që është asimiluar nga indo-europianët. Dhe tani si ta gjej unë që kjo popullata është asimiluar nga ato që ishin proto-ilirët apo proto-helen, nuk e gjen dot me gjenetik. Tani si historian të bëj pyetje. Kur grekët thonë Epiri është yni, çfarë i thua ti se kjo mua më çmend, jo më Unë? Po. Atëherë, siç thash më parë, unë universitetin e kam për histori dhe filozofi, masterin e kam për ekonomi. Dhe çdo njeri dhe unë mendoj që çdo njeri po ta ketë mundësinë dhe të ketë dëshirën, mendoj që duhet lexoj sa më shumë nga Greqia antike, nga dramat, filozofin, historin, është një perlë e njerëzimit, në që të kuptojmë, unë e vlerësoj shumë. Pasuri e jashtëzakonshme, sidomos e civilizimit perëndimor. Por, në qoftë se do lexosh Greqia e lashtë ka pas 2 historianë, që për mua janë referencë. Nuk ka pas dhe të tjerë, po 2 që janë referencë. Herodoti, që quhet babai i historisë. Babai i historisë, Herodoti. Dhe Tukididi, që është historiani. Tukididi, historiani modern. Unë biles tezën në universitet e kam pas për Tukididin. Tukididin, po, lufta Peloponezit. Tezën që kam bërë diplomën. Që kam bërë diplomën, në universitetit, po. Po, shumë e bukur kjo. Tani, Herodoti është historian, po Herodoti nuk është historian shkencor. Herodoti flet kujtime. Këto, Zoti i tha këtij të bënte këtë dhe ky e bëri. Kurse Tukididi fillon flet. Athinasit kishin interes ekonomik për të marrë këtë ishull, për këtë arsye bën këtë. Domethënë, është flet si historian siç sot. Edhe si kronikan. Siç i kuptojmë ne gjërat sot me logjik, me racionalitet. Por në të dyja rastet, në rastin e Epirit e kanë thënë bardhëzi të qartë. Herodoti ka thënë deri në gjirin e Prevezdës flitet helenisht dhe mbi Prevezë janë barbar, nuk flasin greqisht, flasin gjuhë tjetër. Barbar ata që ishin grek. Kjo është e parë. Helen. Tukididi e ka dhe më të detajuar, kur flet për luftën e Peloponezit, Korfuzi ishte koloni e Korinthit, dhe u bë luftë në Korfuz midis Athinës, grupit Athinës dhe grupit Spartës, grupit Korinthit. Dhe një moment ai flet se si këta tani nuk mund luftonin vetëm në ishull, dhe luftonin edhe në territorin që është sot Epirit, pjesa e tokës, ku është çamëria sotme. Dhe ai përshkruan banorët dhe luftëtarët që shkuan në luftë që mbajtën krahun e Korinthit. Vendasit. I përshkruan si ecnin, si visheshin, si flisnin dhe si luftonin. Po të lexosh për kthimin e Tukididit, nuk po them që është nuk lavdron popullatën, sa ai tregon në primitive, por për shkrimi i tij e bën të qartë që kjo popullat nuk kishte të bënte fare me grekët, nuk luftonte si grekët, nuk vishte si grekët, nuk kishte sofistikimin e grekëve. Po ç'është kjo pastaj tani? Po tani çfarë ka ndodhur? Elita epiriote gradualisht dhe për legjitimitet mori, kopjoi modelin grek dhe filloi gradualisht të helenizoi kulturalisht. Po, sepse ndikim. Normal. Është normal. Është normal, procesi normal historike sociale. Sepse zhvillimi i tij ishte na pëlqen apo s'na pëlqen është tjetër gjë, por nuk ka asnjë çudi në këtë mes. Dhe Epiri gradualisht ka filluar të helenizohet kulturalisht. Por në para se të fillonte ky ekspansioni grek, sepse grekët kur u shpërndan me koloninë fillim shkonin në zonat vetëm bregdetare, Korfuzi. Nuk ishin kriju koloni në kontinent, në pjesën që është sot çamëria, në tokë. Se edhe fjala Epir, kontinent do të thonë. Po, nga Korfuzi ato shikonin tokën dhe qunin Epir, se kjo ishte nga greqishtja. Po gjithsesi, Epiri është gradualisht është helenizuar kulturalisht. Tani deri në çfarë mase ka ndodhur asimilimi? Është për të vendosur nga gjuhëtarët, është element kulturor, nga gjuhëtarët, nga arkeologët. Gjenetika vetë mund na tregoj kush janë linjat mashkullore që përbëjnë Epirin e lashtë. Me çfarë di unë, janë gjetë, Tuma Ilire në Himar. Tuma Ilire në Himar. Janë çuar në Europë perëndimore për analizë nga eshtrat. Dhe presim të dalin rezultatet, të publikohen. Nuk kanë dalë akoma. Nuk kanë dalur. Kur të dalin, do flasim. Kush i ka marrë këto? Kush i bën këto kampion? Po është Instituti i Arkeologjisë, bashkëpunim meCat Huaj. Tani janë duke bërë këto. Po ka disa 2-3 vjet më duket që i kanë marrë, i kanë zbuluar dhe i kanë çuar jashtë. Kjo do na japi një qartësi dhe më shumë në lidhje me Epirin perëndimor. Gjithmonë Epiri perëndimor, sa ai lindori është. Po për mua lindori është shumë i qartë. Tani ti kur dëgjon këto lajme i fola dikujt shumë vite më parë. Nga janë vorë Epiriot, tha jam grek, tha. Dhe thoshe shqip këtë. Dhe thoshe shqip. Që mund thosh që e vorë Epiriot, bravo i thash unë, ti të shtrëngoj dorën i thash unë, se këtu në Vorë Epiri, po grek ç'ka lidhje? Siç u thash, për shembull, në Dropull, pjesa dërmuese e popullatës minoritetit janë linja slave.
Dhe ata që nuk janë linja slave, nuk janë linja e periodet vjetra, janë linja shqiptare të asimiluara. Në Sarandë, në zonët Sarandës Delvinës, është e njëjta gjë, linja slave mund të jenë pak më pak, dhe mund të ketë çik më shumë linjat e Pirit, por pak a shumë i njëjti si thua kontekst. Tani, përveç ju historianëve dhe ju, po themi, studiusve shkencor, ne kemi dhe historian folklorik. Tani, duhet ta themi tani se kjo është edhe këtu nuk ka rëndësi që je arkeolog, je historian. Mjafton dhe një njeri normal mesatarisht i iluminuar, që ka një status social mesatar, nuk duhet i vi mirë që ka një, po themi, një shpërthim folklorik që ne shqiptarët kështu jemi pasardhës të kësaj, të kësaj. Tani çfarë do të thoshe ti me këtë studim që ke bërë? Sepse ne nuk na nderon folklorizmi, ne na nderon shkenca. Po unë do thoja që ne nuk kemi nevojë të shpikim gjëra. Ne jemi një popullat, ose me kemi origjinë nga një popullat shumë e vjetër ballkanike dhe europiane. Jemi absolutisht europian, nuk ka asnjë dyshim për këtë gjë.